Tek libri i Mateut, libri i parë i Vjatës së Re, kapitulli 10, vargjet 29 deri në 31, thuhet: A nuk shiten vallë dy harabela për një aspër, dhe megjithatë, asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dashjen e Atit tuaj. Sa për ju, madje edhe të gjitha fjet e flokëve të kokës suaj janë të numëruara. Mos keni frikë pra. Mikesha të dashura, vlera juaj nuk gjendet në atë që ju bëni, në punën që keni apo nuk keni, në gabimet që bëni, tek paratë që keni në bank, tek martesa apo beqaria, apo tek mënyra se si ju trajton dikush. Vlera juaj nuk gjendet tek mënyra se si sillen fëmijët tuaj, se si i keni rritur ata, apo tek situata që po kaloni tani. Oh, sikur ta kuptonin vlerën tonë në Krishtin, nuk do ta kërkonim atë në asnjë vend tjetër. Nuk do të kërkonin vëmendjen e burrave për të ndjerë të vlefshme. Nuk do të shpenzonin para të tepërta për rroba të modës për të ndjerë të vlefshme. Nuk do të kontrollonin Facebookun apo Instagramin për të parë se sa pëlqime apo komente kemi marrë për fotot tona, për të ndjerë se kemi vlerë. Vlera juaj gjendet tek Perëndia. Ju keni vlerë sepse ai ju konsideron me vlerë. Ju keni vlerë sepse ai ju ka bërë të vlefshme përmes Jezus Krishtit. Dhe asnjë njeri, asnjë shoqëri, asnjë rrethan nuk mund ta largojë këtë të vërtet prej jush.